Nëna juaj i ashiti shtëpinë dikujt një javë para vdekjes së saj. Avokati u tregoi dy burrave. Si mundi ta bëj këtë? Rënkoi njëri prej tyre, përpara se avokati t'u dorëzonte një zarf të vullosur vëllezërve. Ja, lexoni këtë. Është një letër nga nëna juaj e ndjerë. Vazhdoni të shikoni, sepse në fund të videos ju pret një mësim i rëndësishëm. A nuk të duket e çuditshme që avokati i nënës nuk na telefonoi kur pas vdekjes së saj? Pyeti Mark vllain e tij, ndërsa qëndronte ulur pranë tij në dhomën e pritjes së zyrës së avokatit. Mendoj se kjo është shumë profesionale nga ana juaj, u përgjigj Peter. Vëllezërit e kishin humbur nënën 3 javë më parë dhe po prisnin me ankth të dëgjonin për testamentin e saj. A e dinin ata që një surprizë i priste brenda zyrës së avokatit? Është radha juaj, tha recepcionistja nga ana tjetër e dhomës dhe i bëri meshej Markut dhe Peterit të hynë në zyrën e avokatit. Vëllezërit të ndjen lehtësim duke ditur se nuk do të prisnin shumë gjatë. Në fund të fundit, ata kishin liruar disa orë nga orarët e tyre të ngjeshura për të udhëtuar deri në qytetin e lindjes së nënës së tyre të ndjerë. Hajde, të hym brenda, tha Mark, ndërsa vëllai i tij më i vogël e ndoqi pas. Vëllezërit vun re se sytë avokatit ndriçuan sikur donte t'u tregonte diçka të rëndësishme. Nuk kemi ndëgjuar për ju që pas vdekjes së nënës. A është kjo sepse nuk morën pjesë në funeralin e saj? Pyeti Marku me ton të fortë. A menduat se nuk ishim të interesuar të merreshim me çështjet ligjore? Peter vendosi grushtin e djathtë mbi tavolinën e avokatit dhe mbështolli me dorën e majtë. Nuk është ashtu siç mendoni, tha avokati, ndërsa rrotulloi karrigën e zezë për t'u përkulur dhe për të tërhequr sirtarin e fundit të tavolinës së tij. Lërmeni të shpjegoj, shtoi ai, pasi nxori një dosje nga sirtari. Avokati e shtiu sirtarin dhe u drejtua në vend përpara se t'u tregonte vëllezërve për testamentin e nënës së tyre. E po, Ruth më tha se djemtë e saj do të vraponin në zyrën time disa ditë pas vdekjes së saj, dhe kishte të drejtë, tha avokati me një buzëqeshje. Ai hapi dosjen me emrin Ruth, të shkruar me shkronja të mëdha në kopertinë dhe nxori një zarf të bardhë drejt këndor. Mbi të ishin shkruar 3 fjalë për djemtë e mi. Çfarë është kjo? Mërmëriti Marku. Nëna juaj më kërkoi t'ju dorëzoja këtë letër të dyve, u përgjigj avokati. Megjithatë, përpara se të hapni, dua t'ju tregoj diçka. Çfarë? Pyeti Peter me vetullat të ngritura. Kjo mund të mos ju pëlqej, por nëna juaj i ashiti shtëpinë dikujt përpara se të ndëronte jetë, zbuloi avokati. Dikush e bleu prej saj për $1. $1? A është kjo ndonjë lloj shagaje? Pyeti Marku dhe u ngrit nga vendi. Lexoni letrën dhe do ta kuptoni këtë, tha avokati. Marku dhe Peter shkëmbyen shikime të hutuara përpara se Marku të ngrinte flapin e zarfit dhe të nxirrte letrën. Ai e hapi dhe filloi të lexonte me zë të lartë. Të dashur bite mi. E di që duhet të jeni duke lexuar këtë letër të ulur në zyrën e avokatit tim, duke pritur që ai ju tregoj për testamentin tim. Mark dhe Peter, ju jeni fëmijët e mi të vetëm dhe ju dua me gjësemër. Kam shijuar rritjen tuaj çdo ditë, duke bërë më të mirën që kam mund. Por tani që ju shikoj, besoj se kam dështuar. Çfarë po përpiqet të thotë? Ndërhyri Peter. Marku vazhdoi të lexonte. Pas ndërveprimit ton të fundit, kuptova se edukimi që ju kam dhënë nuk ju mësoi dhëmshuri. Në vend të kësaj, ju kam përkëdhelur dhe ju kam bërë arrogant. Unë ndjeva shumë e lënduar, duke refuzuar ju të kalonit kohë me mua dhe më braktisët atë ditë. Megjithatë, ende mendoj se ka një mënyrë për t'ju mësuar rëndësinë e respektit dhe empatisë. Të dashur Mark dhe Peter, nuk do t'ju lë shtëpinë time ju të dyve. Në vend të kësaj, vendosja t'ja jap një vajzë të re që kur nuk ka njohur ngrohtësinë amtare. Me dashuri, Ruth. Çfarë? Ajo ja dha shtëpinë dikujt tjetër, vajtoi Peter.
Është për shkak të asaj që bëm me të në muajt e fundit, tha Marku. Më pas, vëllezrit filluan të kujtonin se kur ndodhi. Ishte një mëngjesi së shtunës kur Marku dhe Peter morën një telefonat nga nëna e tyre, e cila ishte sëmur, papritur. Ju lutem, e janë në shtëpi, bijtë e mi, tha ajo me një zë të dobët. Marku dhe Peter jetonin në të njëjtin qytet, 3 orë larg shtëpisë së nënës së tyre, që kur kishin filluar të punonin si menaxher dhe jetonin me bashkëshortët dhe fëmijët e tyre. Rallë herë kishin kohë ta vizitonin nënën. Oh, jo përsëri, tha Marku pasi mbylli telefonatën me nënën e tij. Ajo na telefonon sa herë dhe na lutet të qëndrojmë. Pse nuk mund të kuptoj që nuk kemi kohë për të, u mendua ai. Marko e telefonoi menjëherë Peterin dhe e ftoi të vinte në shtëpinë e tij që të udhëtonin së bashku drejt shtëpisë së tyre. Do të shihemi për 1 orë, u përgjigj Peter. Ndërsa vëllezrit po udhëtonin drejt qytetit të lindjes së nënës, Marku i tha vëllait se ishte lodhur nga vizita tek ajo çdo fundjavë tjetër. Kjo po bëhet bezdisëse, tha Marku. Jam dakord me ty, Mark. Mami na ka ngacmuar shumë. Pse nuk ndalon se na telefonuari? Pyeti Peter. E di se e vetmuar është ajo pas vdekjes së babait. Ne jemi e vetmja familje që i ka mbetur, tha Marku. Por jam i sigurt që ajo ka miq atje. Ata gjithmonë mund t'i bëjnë shoqëri, tha Peter. Shiko, nuk besoj se ajo do të ndalojnë ndonjëherë se na telefonuari. Duhet t'i japim fund kësaj. Për pjesën tjetër të udhëtimit, Marku dhe Peter diskutuan se si mund të ndalonin nënën e tyre të mos i thëriste më aq shpesh në shtëpi. Shpejt ata dolën me një plan që do ta zbatonin sapo të mbrinin në shtëpinë e Ruthit. O, bijtë e mi, tha Ruth, ndërsa përpiqej të ngrihen nga shtrati. Si jeni të dy? Ajo i hapi krahët për të përqafuar djemtë e saj. Jemi mirë, mami, u përgjigj Marku ftohtë. Ndërsa Marku e shpërqendroi nënën e tij, Peter i hapi me shpejtësi dollapin e saj dhe filloi të hidhte rrobat e saj në një çantë. Disa minuta më vonë, Ruth u kthye nga Peter dhe e pyeti: "Ej, çfarë po bën atje? Hajde këtu." "Po i rregullon rrobat e tua, mami," u përgjigj Marku. "Të kujtohet që doje t'i jepje disa rroba organizatës bamirëse të lagjes? Ai po të ndihmon." "Oh, mirë, të bekoft biri im," Ruth mori frymë lehtësimi. Kur Peter i përfundoi paketimin e gjërave të Ruthit, tërhoqi çantën deri në obor dhe e ngarkoi në makinën e Markut. Pastaj u kthye në dhomën e nënës dhe i bëri me sheh Markut që të dilte jashtë. "Mirë, mami, le të dalim pak sot," tha Marku. "Jashtë? Ku?" pyeti Ruth. "Le të bëjmë një shëtitje me makinë. Do të ndihesh më mirë." Gënjeu Marku. "Por doja të kaloja kohë me ty. Dhe Peterin këtu. Madje kam porositur biskotat me kanell që ju të dy i adhuroni," tha Ruth. "Le të qëndrojmë dhe të shijojmë një film së bashku." "Jo, mami," u përgjigj Marku me ashpërsi. "Unë dhe Peteri kemi planifikuar një surprizë për ty. Hajde tani, po bëhet vonë." E ndier e pafuqishme përballë djemve të saj, gruaja e brisht pranoi të hipte në makinën e Markut, pa pasur asnjë ide çfarë do të ndodhte. Ajo nuk e kishte asnjë ide që Marku dhe Peteri po e gënjenin dhe nuk po e merrnin për një shëtitje të gjatë. "Ku po shkojmë?" pyeti Ruth disa minuta më vonë kur kuptoi se Marku kishte marrë një dalje që e nxirrte jashtë qytetit të saj. "Të thash, mami," u përgjigj Marku. "Por pse po dalim nga qyteti? Dorëzuesi i porosis do të mbrijë në derën time së shpejti," tha Ruth. "Më duhet të kthehem në shtëpi brenda pak minutash." "Mos u shqetëso, mami, gjithçka është zgjidhur," u përgjigj Peteri ndërsa e shikonte fytyrën e rrudhur të nënës së tij. "Thjesht qetësohu." Rreth gjysmë ore më vonë, Marku ndaloi motorin e makinës pasi parkoi përpara një ndërtese 2 katëshe. "Hajde, mami, të zbresim," tha ai, ndërsa zbriti nga sedilja e shoferit. Ruth nuk kishte asnjë ide se ku e kishin sjell djemtë e saj, derisa zbriti nga makina dhe lexoi tabelën jashtë ndërtesës. "Pse më keni sjell këtu?" pyeti ajo me zemrim. "Mos bërtit, mami," u përgjigj Marku, qetësisht dhe i bëri shenjë vallait të tij që të sillte një karrocë për të marrë nënën e tyre brenda. Marku dhe Peter kishin planifikuar ta linin Ruthin në një shtëpi pleqësh dhe të mos ktheheshin më kurrë. Ata buzëqeshen me stafin, ndërsa Marku e shtiu Ruthin në karrocë drejt ndërtesës. Ata ja dorëzuan një infermierje,
dhe folën me zonjën në recepcion. Ajo është Ruth, nëna jon, i tha Marku recepcionistes. Po e lëm këtu sepse nuk mund të qëndroje vetme në shtëpi. Shëndeti i saj mendor po përkeqësohet ditë ditës, gënjeu Peter. Do të vazhdojmë të kontrollojmë se si është, por ju lutemi, premtoni që stafi juaj do të kujdeset mirë për të, shtoi Marku duke shtirur sigurisht e mërzitur. Nuk mund ta imagjinoj jetën pa nënën tonë, të dashur. Kur antarët e stafit i than vëllezërve të mos shqetësoheshin për Ruthin, ata u larguan pa i thënë as lamtumirën e fundit nënës së tyre. Gruaja e moshuar nuk e kishte imagjinuar kur se djemtë e saj do ta braktisnin në atë mënyrë. Kështu pra, ju e braktisët nënën tuaj në shtëpinë e të moshuarve apo jo? Ndërhyri avokati në kujtimet e Markut dhe Peterit. Pastaj u tregoi atyre se çfarë kishte ndodhur pasi ata e lanë atë atje. Ndërkohë që Ruth po qante në kënd të dhomës së saj në shtëpinë e të moshuarve, një infermiere ju afrua. "Përshëndetje Ruth, unë jam Samantha", tha infermierja, ndërsa u përkul për t'i kapur dorën Ruthit. Duke parë fytyrën e Ruthit, ajo kuptoi që gruaja e moshuar po qante në heshtje. "Çfarë ndodhi Ruth? Pse po qan?" e pyeti infermierja e shqetësuar. "A nuk ndihesh mirë?" "Jo, Samantha, jam mirë", u përgjigj Ruth, ndërsa fshiu lotët. "Është për shkak të djemve të mi." "Djemtë tu? Ata që të lanë tek recepcioni kaq mend si tim?" "Ata na treguan për gjendjen tënde mendore, por mos u shqetëso Ruth. Ne jemi këtu për të kujdesur për ty." Ruth mbeti e shokuar kur mësoi që djemtë e saj kishin gënjur për të në recepcion. Ajo nuk e kishte pritur kurrë që ata do ta trajtonin kaq keq. Por tani nuk kishte tjetër zgjidhje përveç se të qëndronin në shtëpinë e të moshuarve. "Ata gënyen", pranoi Ruth. "Po ta dija që do të më braktisnin këtu. Nuk do t'i kisha ftuar kurrë në shtëpinë time, më tradhtuan." Së shpejti Samantha mësoi gjithçka për Markun dhe Peterin dhe ngushëlloi Ruthin. Ajo u ndje keq për të moshuarën, por nuk mund të bënte gjë tjetër përveç të kujdesej për të. Ndërsa ditët kalonin, Ruth filloi të kënaqej duke kaluar kohë me infermierën e re, e cila gjithashtu jetonte në shtëpinë e të moshuarve pasi nuk kishte familje. Samantha kishte humbur prindërit e saj në një aksident vite më parë dhe ishte fëmia i tyre i vetëm. Kur Ruth mësoi se Samantha nuk kishte askënd pranë dhe se ajo ndjente mall për dashurinë e nënës, vendosi të bënte diçka. "A do të më lejosh të telefonoj avokatin tim?" e pyeti Ruth Samantha. "Sigurisht", tha ajo dhe ja dha telefonin e saj Ruthit. "Ja ku e ke." Ruth nxori nga fletorja numrin e avokatit të saj dhe telefonoi për ta pyetur si mund ta ndryshonte testamentin dhe t'ia linte shtëpinë Samanthës në vend të djemve të saj. Avokati i dha disa mundësi, por ajo nuk ishte e kënaqur. Pasi mendoi për pak çaste, Ruth erdhi me një ide. "O Samantha", tha ajo, "a ke $1 të tepërt?" "Po Ruth", balli Samanthës u Ruth. "Por pse të duhet $1? Kam diçka për ty, ulu këtu", tha Ruth. "E di që ditët e mia në këtë botë janë të numëruara dhe dua të ndihmoj përpara se të iki." "Të më ndihmosh? Si?" pyeti Samantha. "Dua që ta blesh shtëpinë time për $1, tha Ruth. "Nëse e shkruaj në testament që po ta lë shtëpinë ty, djemtë e mi mund ta sfidojnë testamentin dhe ta marrin pronën nga ti." Samantha pohoi me kokë. "Mos u thuaj djemëve të mi për këtë plan, derisa të vdes. Premtoje", tha Ruth. "Nuk do t'u tregoj", e siguroi Samantha. "Nëna juaj më kërkoi t'ju dorëzoj këtë letër pasi ja shiti shtëpinë Samanthës", u tha avokati Markut dhe Peterit. Vëllezërit mbeten të shokuar kur mësuan çfarë kishte bërë nëna e tyre. Pasi dëgjuan të gjithë historinë, burrat u ngritën nga tavolina e avokatit dhe u larguan. Ata u kthyen në shtëpinë e heshtje, duke menduar pse nuk kishin gjetur kohë për nënën e tyre sa ishte ende gjallë.